Përshëndetje për të gjithë ju adhurues të filmave që puna ndeshni. Jeni edhe këtë javë bashkë me emisionin Kino ku flasim për filmat. Këtë javë kemi sjell njërin prej artistëve më të mëdhenj të Hollywoodit, i cili ka bërbuj kohëve të fundit. Tom Cruise është një ikonë kulturore globale që ka bërë një ndikim shumë të madh në kinema, duke krijuar disa nga personazhet më të paharrueshme të gjitha kohërave. Pasi ka arritur sukses të jashtëzakonshëm si aktor, producent dhe filantrop në një karrierë që përfshin mbi 3 dekada, Cruise është 3 herë i nominuar për Oscar dhe 3 herë fitues i çmimit Golden Globe, filmat të cilit i kanë fituar mbi $10 miliardë në arkat botërore, një arritje pa krahasueshme. 18 nga filmat e Cruise kanë fituar mbi $100 milion brenda vendit dhe një rekord prej 23 filmash kanë fituar më shumë se $200 milion në nivel global. Cruise ka luajtur në shumë filma legjendar si Top Gun, Jerry Maguire, Risky Business, Minority Report, Mission Impossible e shumë të tjera. Ekskluziviteti i Mission Impossible ka sjellë mbi $3.5 miliardë që kur Cruise konceptoi idenë për një adaptim filmik të serialit klasik televiziv dhe prodhoi të parin në vitin 1996. Një regjisor i përkryer, i përfshirë në të gjitha aspektet e prodhimit, Cruise ka dëshmuar shkathtësinë e tij me filmat dhe rolet që ai ka zgjedhë. Ai ka bërë 43 filma duke kontribuar në një rol prodhues në më shumë prej tyre dhe ka bashkëpunuar me një listë të shquar të regjisorëve të famshëm të filmit, duke përfshirë Francis Ford Coppola, Ridley Scott, Tony Scott, Barry Levinson, Oliver Stone, Ron Howard e shumë të tjerë. Cruise mori nominimet për Academy Award për aktorin më të mirë për Born on the 4th of July dhe Jerry Maguire. Ai ishte i nominuar për aktorin më të mirë në rol dytësor për filmin Magnolia dhe fitoi Golden Globes për filmin Born on the 4th of July nga Jerry Maguire dhe çmimin për aktorin më të mirë dytësor për filmin Magnolia. Ai gjithashtu mori nominime për Golden Globe në rolet e tij në Risky Business, A Few Good Men dhe The Last Samurai. Cruise ka fituar nominime edhe për çmime për aktrim nga BAFTA, Screen Actors Guild, shoqata e kritikëve të filmit në Chicago dhe bordi kombëtar i rishikimit. E këta janë disa nga filmat më të shikuar të Cruise. Po fillojmë me të famshmen Mission Impossible, i cili është një seri filmash spion aksion amerikan. Duke filluar nga viti 1996, filmat ndjekin misionet e ekipit kryesor në terren të FMN-s në udhëheqjen e Hunt për të ndaluar një forcë armike gjatë gjithë kohës, duke parandaluar një fatkeqësi globale të afërt. Seriali fokusohet në Hunt si personazh kryesor. Seriali ka marrë një pritje pozitive nga kritikët dhe audienca dhe është seria 16 e filmave me fitimet më të larta të gjitha kohërave, me një bruto botërore prej mbi $3.5 miliardë deri më sot, dhe shpesh citohet si një nga më të mirët. Filmi i 6 dhe më i fundit i titulluar Mission Impossible Fallout u publikua në korrik të vitit 2018. Dy filmat e arshëm me titujt Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 dhe Mission Impossible Dead Reckoning Part 2 përkatësisht janë planifikuar të dalin në korrik të vitit 2023 dhe në qershor të vitit 2024. Vazhdojmë me një tjetër film të po këtij aktori, Jack Reacher, një film aksion amerikan i vitit 2012. Ai mori vlerësime përgjithsisht pozitive dhe ishte i suksesshëm në ark. Dhe një vazhdim i tij i vitit 2016, Jack Reacher Never Go Back, i cili u publikua në vitin 2016, fitoi $162 milion në mbar botën dhe mori komente të ndryshme nga kritikët, të cilët vlerësuan performancën e Cruise dhe sekuencat e veprimit të filmit, por kritikuan komplotin. The Color of Money, një tjetër film i Tom Cruise, një film dramatik sportiv i vitit 1986. Ai përmban një partitur origjinale nga Robbie Robertson
dhe u publikua në tetor të vitit 1986. Filmi fitoi $52.3 milion në ark. It was over for me before. You couldn't deal with my game, Jack. You're outmanned. Touchstone Pictures present. Vazhdoj me filmin e radhës, Collateral. Është një film thriller aksion i vitit 2004. Xhirimet u zhvilluan kryesisht në të gjithë Los Angeles dhe ishte filmi i parë artistik që u xhirua me një kamerë me definicion të lartë, Viper Film Stream. Filmi mori vlerësime kritike veçanërisht për interpretimet e Cruise dhe Fox. Filmi fitoi mbi $220 milion në mbar botën. What's my work? Gotta roll with it. Slow down! Stupid! A Few Good Men është një film dramatik ligjor amerikan i vitit 1992. Në të luan një cast ansambli duke përfshirë Tom Cruise, Jack Nicholson, Demi Moore, Kevin Bacon e të tjerë. Filmi u publikua nga Columbia Pictures dhe u shfaq premier në dhjetor të vitit 1992 në Westwood. Ai mori vlerësime për skenarin, regjin, temat dhe aktrimin e tij, veçanërisht atë të Cruise, Nicholson dhe Moore. Ai fitoi më shumë se $243 milion me një buxhet prej $40 milion dhe u nominua për 4 çmime Oscar duke përfshirë filmin më të mirë. Vazhdoj me Magnolia. Është një film dramatik psikologjik i vitit 1999, i shkruar, drejtuar dhe bashkëprodhuar nga Paul Thomas Anderson. Filmi ka një mozaik personazhesh të ndërlidhur në kërkim të lumturisë, faljes dhe kuptimit në luginën e San Fernandos. Magnolia mori vlerësime pozitive me kritike që vlerësuan aktrimin, veçanërisht të Cruise, regjin, skenarin dhe tregimin. Nga grupi aktorëve të ansamblit, Cruise u nominua për aktorin më të mirë në rol dytësor në çmimet e 72 të Academy Awards dhe fitoi çmimin në atë kategori në Golden Globes të vitit 2000. Filmi gjithashtu fitoi Ariun e Artë në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit në Berlin. Edge of Tomorrow është një film aksion fantastiko-shkencor i vitit 2014. Warner Bros. Shpenzoi mbi $100 milion për reklamimin e Edge of Tomorrow, i cili u shfaq në kinema në vitin 2014. Filmi mori vlerësime pozitive nga kritikët, të cilët vlerësuan komplotin, drejtimin, sekuencat e veprimit dhe shfaqjet. Ai fitoi mbi $370.5 milion në mbar botën në shfaqjen e tij teatrale. Of course you're not. You're a weapon. Jerry Maguire është një film sportiv, komedi dram romantike e vitit 1996. Filmi mori vlerësime përgjithsisht të favorshme nga kritikët, të cilët vlerësuan performancat dhe skenarin e tij. Ishte gjithashtu një sukses financiar, duke fituar më shumë se $273 milion në mbar botën, kundrejt buxhetit të tij prej $50 milion. Ishte filmi i nëntë me fitimet më të larta të vitit 1996. Filmi u nominua për 5 çmime Oscar, duke përfshirë filmin më të mirë dhe aktorin më të mirë për Tom Cruise, me Cuba Gooding Jr. fitues për aktorin më të mirë dytësor. Dhe filmi i fundit në këtë listë, një tjetër film shumë i famshëm e sidomos kohëve të fundit ka bërë bujë. Para 36 viteve ishte Top Gun, një film dram aksion i vitit 1986. Pas publikimit të tij, filmi mori vlerësime të ndryshme nga kritikët e filmit. 4 javë pas publikimit, numri i teatrove që shfaqin atë u rrit me 45%. Pavarësisht reagimit të tij fillestar të përzier kritik,
Filmi ishte një hit i madh komercial duke fituar $356 milion kundrejt një buxheti prodhimi prej $15 milion. Filmi ruajti popularitetin e tij me kalimin e viteve dhe fitoi një ripublikim IMAX 3D në vitin 2013. Kelly McGillis. Top Gun. Një vazhdim i titulluar Top Gun Maverick u publikua 36 vjet më vonë në maj të vitit 2022, me sukses më të madh kritik dhe komercial. Filmi i ri Top Gun i ka dhënë superyllit të Hollywoodit Tom Cruise fundjavën e parë të hapjes me $100 milion në ark. Në mbar botën kjo shifër është ngritur në rreth $248 milion. Dalja e dytë e 59 vjeçarit si Maverick pati gjithashtu hapjen e katërt më të madhe të çdo filmi në periudhën e Covidit, pas më të shiturit Spider-Man No Way Home. Krahas kontributit të tij artistik, Cruise ka përdorur suksesin e tij profesional si një mjet për ndryshime pozitive, duke u bërë një avokat, aktivist dhe filantrop ndërkombëtar në fushën e shëndetësisë, arsimit dhe të drejtave të njerëzit. Every passing minute is another chance to turn it all around. Këtë javë mos harroni, Kino ka sjellë për ju një premier tjetër. Këtë do të keni mundësi të ndiqni filmin e animuar shumë të dashur për fëmijë, Lightyear. Historia e Buzz Lightyear dhe aventurat e tij deri në pafundësi dhe më gjerë. Get everyone home. Good luck, Captain. We're being pursued by just a massive robot. Miq, këtë emision e mbyllim këtu. Qëndroni me Televizionin Syri, për më shumë video bëni subscribe kanalin tonë në YouTube. Nga unë Arbesa, mirupafshim dhe shihemi javën tjetër.